Mirëmëngjes për të gjithë ju që sapo jeni zgjuar dhe keni nisur ditën me ne në Star Plus Televizion në emisionin Info Plus. Sot kam të ftuar një vajzë të re tepër e veçantë, një vajzë që premton shumë ajo dhe ardhmja e saj, e cila dëshiron të bëhet në të ardhmen një gazetare. Dhe ka prezantuar një spektakël tepër të bukur. Po e quaj spektakël, ndoshta me modesti, për të thënë dhe ajo do të na tregoj edhe më shumë rreth këtij aktiviteti Shkëndi Krishtlindjesh. Mirëmëngjesi Aleksandra. Mirëmëngjesi. Je me mua sot në studio dhe do të jemi bashkë për të ndarë këtë eksperiencë tënde të veçantë. Si organizua ky aktivitet? Si erdhi organizimi i tij? Organizimi i këtij aktivitetit ishte krejt rastësore, por ne më tepër e lidhëm me këtë pjesën e asaj shkëndijës që ne përjetojmë kur festojmë Krishtlindjet afër të afërmëve tanë. Dhe kjo është diçka që jo të gjithë e përjetojnë, no? Po. Pra ka familjar që të afërmit e tyre i kanë larg në këto ditë festash. Sa u emocionua publiku kur u përçua kjo atmosferë, kjo shkëndi siç e quan ti? Janë emocionu shumë sepse u kriju atmosfera shumë e bukur aty ku të gjithë mujten me kalu një ditë ndryshe, ndoshta për asaj përditshmërisë që të gjithë po kalojmë ta kohë. Sa e rëndësishme është ditët e festave, pra po përfshi edhe festat e fundvitit, ndërrimin e viteve, sa e rëndësishme është për njerëzit i kemi më të dashurit afër. Si e shikon ti? Unë mendoj se është shumë e rëndësishme që mi pas të afërmit ton afër, sepse festat përjetohen edhe më bukur me njerëz që dën. Aktiviteti u zhvillua në 2 ditë, në 2 të diela. Pse erdhi kjo ndarje? Me festu nuk është kur shumë, edhe ne të krishterët e kena ditën e dile, ditën fest, kështu që jo se ditë e tjera nuk kanë rëndësinë e vet, por e dila ka, si thojnë, atë më rëndësinë e saj, sepse edhe njerëz janë pushim edhe kanë mundësi që me shiju më tepër këtë aktivitet. Diçka shumë e bukur kjo. Mund të më përshkruash më shumë rreth aktivitetit? Edhe në syrin tonë, po edhe se si e ke parti që është shpërquar tek publiku. Aktiviteti filloi me fëmijët e korit të katedrales, ku interpretunen 2 këngë shumë bukura. Mrapa ishte shkolla Zemra e Krishtit, e cila solli pjesë të këngëve të ndryshme, por edhe madje edhe pjesë të ndryshme me vegla muzikore. Mrapa ishte shkolla Kurjezu, e cila solli performanca të këcimeve shumë bukura, të cilat ishin të prezantume prej fëmijëve të grup moshave të ndryshme. Edhe në fund, por jo më pak të rëndësishmit, ishte shkolla Maria Ndimtare, e cila solli një mix këngësh dhe mix këcimesh që ishin shumë bukura. Ndërsa si u përjetu, unë mendoj se është përjetu shumë bukur se ishte njërisi që solli katedralja, sepse njerëzit janë mësu që direkt mas meshet me shku në shtëpi njëna tjetra, por mas meshet ata erdhen aty dhe gjejten një atmosferë festive. Si u realizua kjo ndërthurje mes shkollave? Shkollat kanë një lidhje me njëra tjetrën, apo lidhja erdhi dhe nga organizatorët që bën festën? Lidhja e shkollave u bë kryesisht prej organizatorëve, por mendoj se edhe shkollat e kanë një lidhje me njëra tjetrën. Lidhja mes shkollave pra ishte e veçantë dhe secila nga shkollat sollon ato veçoritë e tyre. Por ty, cila ishte pjesa më e bukur e aktivitetit? Pjesa më e bukur e aktivitetit ishte momenti kur ne kalojmë me shoqëninë në tingujt e muzikës, edhe me ndoshta një verë nxehtë në dorë me kakao edhe biskota tu kthye njëna tjetra. Ka një simbolik të veçantë, pjesa e verës, e biskotave? Vera e ngrohtë simbolizon mikpritjen dhe ndjenjen që ne ndajmë me njëri tjetrit, kurse biskotat simbolizojnë atë thjeshtësinë edhe ambëlsinë e kësaj festet. Sa rëndësishme është për Krishtlindje të organizohet diçka e tillë me fëmijët, pra me më të vegjëlit, sepse ato janë pjesa që shijojnë më shumë Krishtlindjen, besoj. Sa rëndësishme është për ata të ketë një program të dedikuar për ta? Unë mendoj se është shumë e rëndësishme sepse fëmijët e nin vedin si matritën, pra si kur kanë lanë diqa për me u arrit që mu organizu kja fest, mu ba nështë edhe ma lezeqme.
Ka rëndësinë e vetë sepse fëmijët presin edhe ardhjen e kësaj festet, edhe është diçka shumë e lezetshme. A ka një mesazh simbolik kjo organizimi i gjithë kësaj? Ka një mesazh specifik pra përveç së festës si shkëndija Krishtlindjes? Mesazhi që ky aktivitet ka është për me nxit njëri tjetrin që me shpërda sa më mirësi edhe me kënë sa më të afërt për njëri tjetrin në kohë të vështira. Sa mendon se u përçua ky mesazh? Unë mendoj se është përçu sepse i ka bë dhe njerëzit për me reflektu që në kohë të vështira t'ja japim një dorë njëri tjetrit kur kena nevojë. A duhet vetëm për festa të ketë organizime të tilla? Unë mendoj se jo, organizimet tilla duhet me pas gjithmonë sepse nuk ka se jena vetëm në rast e festas që njihena në vështirësi edhe kena gjithmonë nevojë për dikën që më na e shtri dorën. A organizon katedralja, merr ti pjesë në festa të tjera, në organizime të tjera, sepse unë e di që janë të shumta, sidomos në këtë prag festas së Krishtlindjes, apo ndrimit të viteve, organizimet janë të shumta dhe gjithmonë janë pranë fëmijëve, pranë atyre që ndoshta diçka kanë më pak të mundur se ne të tjerët. Jo më larg se në nënor organizu një koncert për festat e nënorit, ku kanë marrë pjesë edhe fëmijë, por edhe të rritun me kore, me vjersha, poezi, edhe u kriju një atmosferë shumë e bukur, sepse edhe prindët e fëmijëve u kënaqën tu pa fëmijët e tyre. Është shumë bukur. Dua të kaloj pak tek pjesa jote në këtë aktivitet. Ti ke qenë moderatore e aktivitetit. Sa emocionuese ishte për ty? Ishte shumë emocionuese, me të thënë drejtën, sepse kur shef të tanë që janë të pa ty, është një emocion, nuk ka sa hera parë, por gjithsesi çdo herë ka një emocion të vetin. Dhe këtë herë si u ndjeve? Po kontrolloje me sy ku janë prindrit e tu? Po, sepse gjithmonë janë gjithku ku shkoj ata i kam mbështetjen teme, edhe ishte shumë emocionuese, përjetova një gëzim normal, sepse me dalë me prezentu ata fëmijë që nesër në të ardhmen munden me kenë shumë ma shumë se kanë dhënë në atë koncert. Mendon që janë një brez fëmijësh që janë premtues? Po, janë fëmijë shumë talentuar. Janë shumë të talentuar. Dua të kaloj edhe një herë tek pjesa jote e moderimit, sepse ti pak më parë më the që ke dëshirë të bëhesh gazetare. Po. Dhe është një hap ndoshta i rëndësishëm i karrierës tënde, sepse mendojmë që gjërat e vogla mund të sjellin ato më të mëdhat. E mendoje që sot je duke prezantuar këtë aktivitet, por nesër mund të jesh në një festival të RTS-s për shembull? Unë pse më rajt e kam mendu, sepse unë mendoj se gjithçka fillon me diçka të vogël, pra tu e fillu me pak ndoshta në të ardhmen arrijë edhe më shumë. Shpresoj të realizohet. Dhe si e mendon të ardhmen tënde si gazetare? Unë mendoj të ardhmen teme tu e fillu edhe këtu në Shkodër, nuk prish punë gazetari. Jo, është diçka e mirë edhe të fillosh në Shkodër. Me fillu në Shkodër mandej kjo se si moderatore, mandej kjo se arrihet për më tepër. Patjetër që arrihet. Ëndrat gjithmonë arrihen dhe nuk duhet të dorëzohesh asnjëherë. Dhe ne nga Info Plus të urojmë sukses dhe shpresojmë që të trasim sërish si një moderatore të madhe. Shumë faleminderit. Planet e tua për të ardhmen, përveç se do vazhdosh një shkollë për gazetari, planet e shpejta që ti mendon se do kemi ndonjë prezantim tjetër në këtë aktivitete shumë të bukura? Besoj se ka me pas por për momentin është nuk kemi diçka që. Kështu që pak pushim. Dua të flasim pak për vitin 2025, si ishte ky vit për ty? Ky vit ka qenë me uljet e ngritjet e veta, normalisht, sepse si ka në shkollës, por edhe ka në aktiviteteve të ndryshme, por 2025 me përmlell ka qenë një vit shumë i bukur. Cilat janë planet e 2026-s? Përveç se një vit plot suksese. Diçka më konkrete? Tek planet e 2026-s nuk është se kam diçka specifike, por që me lanë më të mirën teme në çdo aspekt. Dhe ne ta urojmë vërtet. Duhet të kalojmë pak, të na flasësh pak më shumë për pjesën që ti këndon tek Kori i Kishës.
Si ka lindur dëshira të këndosh dhe eksperiencat tua në këtë pjesë? Dëshira ka lind qysh se kam qenë e vogël për me kënu, dhe e kam fillu qysh në shkollë me qendrën kulturore, me njëna tjetra, por në fillim qysh në klasë 3 e kam fillu korin, edhe ka qenë ma tepër edhe një shtys prej prindve që provoje se gja e bukur, edhe qysh atëherë unë nuk kam hek dorë sepse më pëlqen si aktivitet që e baj shtesë. Prindërit e dallonin që ti ke një zë potencial për të kënduar dhe prandaj ishin shtysa apo mendonin që diçka në lidhje me fen do të bënte mirë ty si fëmijë? Prind kanë menu ma tepër se diçka me fen, por edhe e kanë veshin, e kanë zbulu edhe mësusat të cilët në kanë ba prova të edhe prandaj është një tepër një shtys që unë e kam vazhdu si aktivitet. Dhe ti vazhdon këtë aktivitet? Po. Dhe si funksionon, do me thonë kjo pjesë, edhe për ata fëmijë që na dëgjojnë ndoshta dhe duan të bëhen pjesë. Mund ta shpjegosh pak më shumë se si funksionon kori në Kish? Korin, unë jam te kori Trive, i cili dirigjohet prej profesor Zef Qobs. Ne bëjmë provat një herë një javë për këngë që do të kënojmë gjatë liturgjisë, edhe më pas para meshet, bëjmë përsëri prova një gjysore dhe mrapa vazhdojmë mesh, si thojnë, edhe ku shërbejmë këngë të ndryshme në liturgji. Pra ti ke kaluar nga kori fëmijëve tek kori të rinjve. Si janë të ndara pak a shumë moshat? Janë të ndara me moshat, kori fëmijëve fillon nga klasa e parë deri në klasën e 8 ose klasën e 9, kurse kori të rinjve vazhdon prej nga klasa e 9 në vazhdim. Dhe deri në çfarë moshe pak a shumë mund të përfshihesh tek kori? Tek kori, ndoshta deri në moshën 25 vjeçare, më të madhe. Paska një moshë. Begi, të gjatë që lejohet pjesa. Nuk ke menduar ndonjëherë të bëhesh pjesë e muzikës? Jo, sepse unë kam më kollaj që me u shpreh në të folën se sa me kënu, sepse kam ma tepër emocione kur kënoj se sa kur flas. Është emocionuese pjesa kur këndon. Ndoshta nuk e ke praktikuar aq shumë sa duhet përveç se te kori, prandaj ndoshta ndikon pjesë. Ndoshta është edhe kjo pjesë, por besoj që jam më mirë kana e të folunit. Po profesori, çfarë mendon për këtë pjesë? Mendon që ke një zë potencial që mund të vazhdosh përpara në muzikë? Sepse unë e di që ai e shpreh, nuk është. Po. Profesori është një në profesorat më të mirë, edhe besoj që për mos tonë më i miri në Shqipëri. Më i miri. Është i mrekullueshëm. Besoj që ai e din se çfarë zonit kam edhe e din se ku me ma caktu vendin. Kështu që nuk mund të flas a jam e mirë ose kështu pa e thonë ai vetë. Mendon se është diçka edhe më shumë lidhje shpirtërore, pjesa e të kënduarit për pjesë në korin e Kishës, se sa ajo që ti ke talent? Po, besoj se lidhet edhe pak më në shpirtërore, sepse kja lidhet edhe me fen, sepse ti nuk i të shkua ty vetëm me kënu, por edhe për me i shërby, se është e shprehja që kush kënon lutet 2 herë, kështu që ka lidhje besoj edhe me gjendjen shpirtërore të personit. Në fund dua nga ti një thirrje, ndoshta edhe një urim në këtë prag festash, ndoshta edhe një thirrje për të rinjt që duan të ndjekin ëndrat e tyre, një thirrje në përgjithësi për të gjithë ata që na ndjekin në mëngjes në Info Plus. Unë pikës pari ju uroj Krishtlindje dhe një vit të ri shumë të marë, begati dhe marsinë të gjitha familjet tuja, dhe kur mos u dorëzoni për atë që ju doni me realizu. Të falenderoj shumë e dashur, faleminderit që ishe me ne këtu mëngjes, faleminderit dhe për këtë thirrje të bukur, është gjithmonë kënaqësi se kemi vajza të talentuara dhe të ri të talentuar si ti. Faleminderit. Faleminderit si ju. Faleminderit dhe të gjithëve ju që na keni ndjekur deri në këtë momente në Info Plus. Takimi radhës së bashku nesër.